Në Velipoj po vjen ndërhyrja e Bashkisë së Shkodrës për lirimin e hapësirave të dedikuara për plazhet publike dhe sistemimin e të gjitha zonave për pushuesit. Por të ndjekur nga afër këtë ndërhyrje, në Velipoj ishte edhe vetë kryebashkiaku Benet Beci së bashku me drejtorin e Policisë së Qarkut të Shkodrës Fatmir Dheshi dhe drejtues të Policisë Kufitare. Kryebashkiaku Beci takoi pushuesit në plazhet publike, ku mori edhe mesazhe pozitive për punën që po realizohet. Do bëjmë një kështu përtec me Dana. Faleminderit shumë. A keni ardhur edhe vjet këtu? Po, edhe vjet. Këtu tek kjo zonë. Shumë mirë vjet kena kënë shumë mirë, më thonë drejtën, jashtëzakonisht mirë, qetësi e mollë. Tash pastrimin i vjet. Tash me pastrimin kena nevojë edhe me ndihmë njëri tjetrin dhe ne do punojmë, po edhe duhet me edhe me majt pas. I njëri për çdo ditë do të bëjnë pastrimin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë kënaqur, faleminderit shumë për ju. Kalofshi bukur. Do mendojmë deri në fund sezonit të bashkarisht. Na ke rregullon Shkodra, ke rregullon Velipoj një pastërtimi, ujë, boll, drita, boll, tona të mira. Me urdhër të kryebashkiakut që prej ditës së hënë është ngritur task forca mes Policisë Bashkiake, Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe ndërmarrjes së shërbimeve publike. Ajo ka si qëllim lirimin e hapësirave për pushuesit, rritjen e cilësisë së shërbimeve në zonat publike përgjatë pedonales dhe shëtitores, si dhe evidentimin e të gjitha objekteve që nuk disponojnë leje për ushtrim të aktivitetit në Velipoj. Rreth 40 kilometra nga Shkodra, Velipoja është qendra kryesore turistike e Bashkisë Shkodër, ku gjatë fundjavave numri pushuesve arrin në më shumë